Po flisja të shti me Nurkën, me Ymerin. Edhe kur ne flasim, kur flas me Ymerin, unë me zi pres të myllë të telefonin, sepse Ymeri flet, edhe unë rrije dëgjoj Nurkën, edhe thoje me vete, gjatë gjithë kohës, sa i kur flet për diçka, me pasion, me dëshirë, edhe me atë zemrën e tij të pastër, është shumë bindës. Edhe ne zakonisht kur flasim me Nurkën, flasim për çështje të mëdha kombëtare, aty sinkronizohemi ne të dy. Pajtohemi, përputhemi, edhe futemi në botën tonë të largët, jashtë problemeve tona familjare. Ne flasim për shkencën, ne flasim për kryesisht për kombin, ne flasim pak për poezinë dhe letërsinë kur shkruajmë, por kryesisht pse? Ku është arsyeja që për shembull kjo akademia jonë e shkencave për shembull, këto që kemi marrë deri më sot për gjuetar, këto që kemi marrë për shkencëtar, ku është arsyeja që gjithë janë kaq anti-shqiptar, duken sikur flasin bukur për kombin, duken sikur flasin edhe pse t'jenë kështu, pse promovojnë të kundërtën, edhe aq shumë dhe më ashpër, edhe në mënyrë më keqdashëse se sa edhe vetë serbët edhe gregët. Pse? Edhe po i thoja Meritën, për shembull, del ky, se kryesisht unë kapëm mas këtij gjuetarit, Xhavat Lloshit. Xhavat Lloshi del aty në studie, për shembull, me studentët e vet. Edhe u thot studentëve, ham gjeni ju mu një varri pellask, se që të flasësh që ka ekzistu një kamp, thot ai, gjoja e parë që duhet dish, thot, është varret, ritualet e varrimit, çfarë futeshin në varr. Edhe i thot të studentëve, ham gjeni ju një varr, që të themun që ka, me gjeni një varr pellasku, edhe këta populli aq din, studentët aq din. Nuk është detyra e studentit ta gjej varrin ty, mor idiot. Ti duhet shkosh ta gjesh varrin, edhe ti tregosh studentëve pse ky varr dëshmon të orientate që shqiptarët janë ilirët për qëndru në emrin, diku mas gjatë kohës së perëndërisë bizantine dhe kryesisht mas aronjës së perëndërisë bizantine. Perëndru në emrin, fillun të quhen ndryshe. Por ti je ai se ti nuk do jesh thjesht një shkencëtar kur i përket një akademie të caktuar të një shteti i paguar nga një shtet. Një shkencëtar që i shërben shkencës botërore. Ti, detyra jote, kur je shkencëtar që ti nuk merr pjesë në këto institucione që paguhen nga shteti, ti mund thush çfarë dush ty. Ti thua, unë jam shkencëtar, unë kam lexuar këto vepra, ndoshta këta që kam lexuar me të cilat jam brëmos shkojnë kundër rrymëve që besoni ju shumica, po unë jam bind nga këto që kam lexuar dhe kjo është bindja ime sa kohë që ti nuk ke detyra shtetërore, nuk paguash nga shteti, nuk merr paret e taksë paguesve të atij shteti. Në qoftë se Sami Gjoka, për shembull, mund të mendoj që unë kam lexuar ca teoritë që janë slav, për shembull, që e mohojnë qenë shqiptare, ose që kanë si detyrë kryesore dhe primare që të vërtetojnë që serbët kanë më shumë të drejta territoriale në Kosovë dhe në Shqipëri, të vërtetoj që serbët për shembull kanë më shumë drejta, duhet bëj një teori reaksionare që shqiptarët nuk janë para serbëve këtu. Edhe unë mund të bëj këtë, edhe populli mund faqësoj, mund shkenca mund të nxjerrë ajo pak shkencë të pasakt, por unë kam këtë
të drejta intelektuale të bëj këtë gjë, por në qoftë se unë paguhem nga shteti shqiptar, edhe punoj në Akademinë për shembull të shkencave shqiptare, është një tjetër detyrë që nuk lejon ty të dalësh kundër çështjes shqiptare, sepse është një lloj e them që unë jam një kandidat i pavarur në politikë që të kuptoni ju. Edhe nuk e dua Sali Berishën dhe as Edi Ramën. Edhe kam bindjet e mia personale se asnjëri dhe as tjetri nuk i shërben as kombit, as shtetit, as të ardhmës së brezëve tanë. Mirë po, unë e di që nuk futëm në parlament, edhe më merë Edi Rama e zemë në qeverinë e ti, ose Sali Berisha në partinë e ti. Në momentin që unë punoj për qeverinë e Edi Ramës, unë jam i zhveshur nga bindjet e mia, nuk mund të promovoj më bindjet e mia pavarësisht që vetë mendoj ndryshe, edhe do të bëj punën e Edit, sa ai është bosim që ka marrë, punën e atij shteti, se i shërbej atij shteti. Kështu është edhe kjo punë e këtyre shkencëtarëve, gjuetarëve, historianëve, në qoftë se të hyjnë në Akademinë e Shkencave Shqiptare, Shqipërisë. Nuk mund të thush në Akademinë e Shkencave Kosovare, kjo është një krim, po të thush është një krim kombëtar që i bëhet shqiptarëve të Kosovës përpara, pastaj edhe neve. Nuk mund të thush ti se ti shërben atij shteti, paguash me parë atij shteti, do të shërbesh me çdo kusht. Edhe po flisje me merin, unë thoja, si ka mundësi se kur unë gjej këtë idiotin dhe shumë për këtyre këtë Xhavat Lloshin, që thot për shembull i thash merit, u thot studentëve një herë gjen një varr Pellazg, që varret gjehen çdo ditë aty ku shkon Pellazgët në Levant. Jo vetëm që gjehen, po i tregoj merit shif më mes ato thon s'ka materiale, edhe vetëm një shkrim për shembull për shoh këtuan, që po ja highlight juve se highlights e bëj, është një falni do të kthej pak që të tregoj. Shikojeni këtë shkrim. Ky është një shkrim si thonë këtyre studiusëve të Mirfield, shkencëtarëve të Mirfield, arkeologëve të Mirfield, që profesorë universitetash, nuk po shkojnë nga këto libra që shkruan i madh e i vogël sot në që quhet që shkruajnë çdo rrop shkruan libra. Edhe nuk po flas për këta që janë amatorë të dashurum mas një teme, por po flas për profesor, për universitet, për njerëzit e muzeumeve, për shkencëtarët. Edhe këtu për shembull kemi ne profesor Yasar, si e ka ky, si harroj unë emrin, se tashim ky ka Asaf Yasur Landan. Ky është profesor në një universitet të halifas në Izrael, por nuk po flasim thjesht për çfarë ka shkruajt ky, që shkruan vazhdimisht për këto studimet që bëjnë rreth varreve Pellazge, ose Peles, ose Filistine, që janë në Izrael. Nuk është puna vetëm ata që shkruan dhe publikon ky, por referencat janë shumë interesante. Jo vetëm që i nxjerr për shembull këto Pellazget me lidhje nga Pelesët dhe Filistin që janë nga Ballkani, edhe por referencët që ai merr, librat që studion, edhe shkencëtarët e Mirfield që paraqet, po ta shikosh librin, të nuk janë studimin, të nuk janë studime për gjithë botën. Në çdo rresht është që i citohet një studiusi tjetër më të madh. Shikojeni, pra duke pa fund pa të shikosh vetëm ta shikosh këtë profesor Dothan, duke filluar që nga Egjipti i lashtë. Pra kur i shikot, po kalojsh dal nga dal, janë gjithë citime shkencore që do të thotë që bota çdo ditë, në çdo universitet, në çdo shif që bëjnë ata lidhjen e helmetës ilire, helmeta ilire, me të njëjtat puple që kishin helmetat e Pellazgjeve, por janë gjithë këto të citume,
Ja citime kështu ka thonë Sami Gjoka, kështu ka thonë Grand Daliba që se kanë fitu statusin e Imer Nurka, por njerëz që janë shkencëtar, mirëfillt, gjotar, historian, arkeolog, edhe është i mushqit ti pozdite, vetëm një shkrimer, edhe ke qindra mire referenca në çdo lloj universiteti që gjithë tregojnë që vinë nga qoftë ata në Liban, qoftë ata në Palestinë, janë gjithë pelazg, edhe i lidhin me grekët. Kudo nuk është një, nuk është dy, nuk është tre, por kudo që të shkosh edhe t'japin bile dhe kërë t'japin këto ilustrimet e pelazgëve të qekurshëm, të grekëve të qekurshëm, i lirëve të qekurshëm që i lidhin. Unë vetëm po ju tregoj juve, po highlight janë vetëm citime. Pra i libri është gjithë citime dhe gjithë citimet vërtetojnë, dëshmojnë, provojnë që për shembull pelesët, filistinët, pelazgët, pushtimet, pushtuesit, siç i quajnë pelasët hebrejt, ishin nga Greqia, ishin nga Ishulli Ilirik, pra referencë mas referencë shkencore, që unë po i highlight, nuk e di shifni ju. Edhe po i thoja Meritën, si ka mundësi merë, që kur unë gjoj këtë loshin, edhe shkencëtar tjerë si loshi, kur unë gjoj, atë më duken mu që artikulojnë fjalën shumë bukur, pra nuk është që mungon logjika edhe kapaciteti intelektual, ato referohen ke shkrimet shkruara, por vetëm ata që e sfidojnë teorinë që shqiptarët janë parardhës të ilirëve dhe ilirët e grekët pasardhës të pelazgëve. Pra, kjo duket krejtësisht e qëllimshme. Po shkoja dhe vetëm të tregoj citime mas citime që habitesh sa shumë informacione ka, që thonë këto të poshtrit që s'ka informacione, që ka aq shumë sa që vetëm një artikull të marrësh këtyre studiosëve të vërtet të gjenë sa burime të tjera që nga lashësia që flasin për Eshkelonën, që flasin që për Tebën, që flasin kudo që të shkosh është aq shumë e shkruar në botë. Natyrisht nuk po flas që ka dhe libra në Amazon për gjona studime shkencore, se shkencëtari merret në studime shkencore, shkon në institute shkencore, ka aq shumë pafund, edhe si mundet që këta thonë që s'ka, edhe që s'ka asnjë lloj studimi, është një nacion abstrakt, thot ky idioti, ky Xhavat Loshi. Po kur ata flasin, citojnë, ja citojnë diku Joklin, kanë mësuar, ja 4-5 emra, ato që na kanë mësuar dhe neve, kur kemi qenë student të tyre, apo kur kemi qenë në përshkolla të mesme, ku do diun, ato pak, ja shifim, kudo që të shkosh, çfarë lexojnë fjalët, të gjithë i nxjerrin nga Misinia, që është Mikena, pra janë të gjithë çdo studius i mërfill, edhe sot e kësaj dite që ne kujtojmë se bota po në mohon, bota nuk na don, flasim ne me të ignorancën tonë, bota flet çdo ditë për pelazgët, atje ku janë njerëzit e vërtet shkencës, por ne i kemi mbyllë sytë dhe se kemi ca idiot, ca maskarej, por Meri thot nuk janë idiot Sami, i kanë shërbyer si Akademia e Shkencave në Shqipëri, si Akademia e Shkencave në Kosovë, se kanë bërë dhe një Akademi Shkencave Kosovë Serbet, i kanë shërbyer vetëm teori serbe që ta nxjerrin shqiptarin dhe Shqipërinë, ta kthejmë që nga vetja tash, ta nxjerrin që është aq i vonshëm sa që serbët bile mund t'jenë edhe para nesh, pra të gjithë këto teorician që paguan me parat e tona, këta janë artikulues të mirë të fjalës, këta janë studiues, këto flasin shumë më bindës e më bukur se Sami Gjoka dhe Imer Nurka, se janë morë vetëm me këtë punë, por janë njerëzit më të poshtë, janë vemja dhe zgjidhja që shkojnë edhe bëjnë punën anti-shqiptare shumë më shumë se sa e bëjnë vetë serbët edhe grekët. Për shembull, po të shkosh tek literatura greke,
po futëm në vend tjetër. Askush nuk e mohon Pellazgjin, po shkosh kjo serbët, vetë Akademia Shkencëve, nuk e mohon Pellazgjin se ky idioti dhe shkencëtarët e tonë shkojnë shumë larg që paguhen nga këto serbët e greget, shkojnë shumë larg dhe thonë s'ka pas elementi që quhet Pellazg është një nacion abstrakt, thot ky idioti. Edhe pra është një punë jashtëzakonisht armiqësore që bëhet nga ata që kanë për detyrë shtetërore se marrin parat e shtetit, bëjnë të kundërtën. Të gjithë më kudo që të shkosh nga Medina dhe ja shikoj, flasin për Featherhead helmets që është e ilirëve dhe ka qenë Pellazgëve. Kudo që shkosh vetëm referenca të tilla që s'ka, ka aq shumë, po këta ja kanë myll derën. Edhe i thonë shqiptarëve që s'ka, më thot Meri, mu nuk e di sa është samiti zdi që bëhet në për shkollat tona. Nuk e di sa është vërtet, po s'kam arsye të dëshoj. Më thot që shkruhet për Skënderbeun 10 rreshta në historitë kalamajve dhe shkruhet për këta Stefan Dushanu dhe që janë këto për përëndorin gjoja të serbëve kapitull. Pra, aq të shqitur janë këto akademistët të tanë, të njerëzit e ministrisë, i kanë kap këto shkencat, edhe fëmijët të tanë të arritën pa ditë gjohë të shti për çështjen e lirë, po janë aq të poshtër këta, sa që mos i merr tha për budollej, edhe ka të drejtë, mos i merr thot për që janë intelektual, janë shumë, po janë të shqitë dhe shërbejnë vetëm serbëve dhe fillimisht ato duan të shkëpusin botën shqiptare, që s'ka prej ardhi i lire, se kanë biju nga qielli. Edhe kryesisht erdhi tjetë, jo më shumë se 1500 vjet, që të nxjerrin serbët më të vjetër se ne, ose të paktën të njohshëm që kemi ardhur. Por tha gjoja më e keqe dhe më e madhe dhe ka drejt Meri. Edhe se unë knaqem kur flas me Nurkën dhe jam myll telefonin sa i maskara, nuk i bë këto video, do t'i bënte shumë mirë se sa unë. Po që se i bënde Meri, se të bind Meri, fletin qik pasër, drejt për drejt, me pasion, me dëshirë, edhe thotë që gjoja më e keqe Sami, thotë ti nuk e kupton. Kjo që po ndodh tash ti me gjoja kombin kosovar, kjo nuk është thotë se janë ca budollej, ose ashtu mendojnë që flasin me fjalë intelektuale, kjo është politika më fshehtë dhe më poshtër që përbën Serbia, që jo vetëm të mos ta veçojë të krijojë një komb serb, që është diçka falsa, se jemi shqiptar, është një komb kosovar, por duke kriju një komb kosovar, edhe duke i mush menjen me të sa njerëz të shitur, me të sa ato, unë mendoj ashtu mendojnë, Meri thot nuk është që mendojnë, janë agjentët e serbëve që bëjnë punën e serbëve, të mushin menjen shqiptarëve, të gjejnë për shembull siç ndodhi një, se që ka qenë aty një Big Brother, se që është zonë një i Shqipërisë me një të Kosovës, dhe ca budulliqe dhe i marrin këto çikrima, edhe i japin për masa kombëtare që të krijojnë urrëtitjen, ose merr Shqipëria për shembull një futbollist nga Malisheva, fjallavje, edhe i përdorin këto fakte, këto maskarit, të poshtrit, këto serbët me rroba shqiptari, këto që paguan nga serbët, i përdorin këto fakte me ngjall për çarjen, edhe duan me çdo kusht thot që të krijojnë për interes të serbëve dhe të Beogradit dhe të Athinës, të krijojnë një komb gjoja kosovar, se duke kriju një komb kosovar, çfarë bëjnë ata? E veçojnë njëherë nga Shqipëria dhe minojnë bashkimin tonë kombëtar që mund t'jetë diçka që mund realizohet nëse s'na dalin këta halet që na dalin rrugëve, edhe na veçojnë. E dyta që është gjoja më e madhe, që të krijosh një komb kosovar, do thot jo vetëm që ta shkëpusësh ata nga Derdanët, që s'janë Derdanët e vërtet, edhe të shkëpusësh nga Ilirët, edhe nga Pellazgët, por edhe të shkëpusësh edhe nga vetë bota shqiptare që janë aq të vonshëm sa që sa janë kriju. Se të krijosh një komb kosovar është një komb që krijohet sot. Se dalin këto të poshtë dhe thonë dhe me plot gojën, ne marrim pjesë në ligën e kombëve. Po s'ka emër tjetër.
Prandaj merr pjesë në ligën e kombëve se s'ka emër lista e shteteve, për arsye se ka federata në këtë botë, siç është Amerika për shembull dhe Gjermania, që kanë qindra shtete, ka 50 shtete vetëm Amerika dhe nuk mund të bëjnë ata, nuk mund t'i japin term shtet. Kosova është, si t'ishte një qytet shtet dikur Athina apo Sparta, po ishin grek, ishin helen, apo Dardania edhe Panoja apo Macedonia, por ishte një ilëri. Pra, ato ne kënaqemi e duhet kënaqemi që me qenë se shtet në vetës është bashku me tërsin shqiptare e Kosova, ta ketë atë përfaqësuesen e vetë, edhe le të quhet kombëtare, po kjo nuk duhet na shërbej neve për me zhduk vetën tonë, që me qenë se pasim një kombëtare që los në futboll, atëherë duhet jemi këmbë, këta e njerëzit e poshtër që dun t'ja shkëpusin kosovareve lidhin që kanë me dërdanët, me iliret, me pelazgët, si që bëjnë që s'kanë as shqiptarët, edhe t'i bëjnë ata njerëz që një shtet që sa po kriju, se kur hyni, kur u bo shtet Kosova, para 10 vjetër, pra që ka një këmbë që po formohet, se po formohet ashti, se që ka këmbë, se ne atë flamurin Kuqezi, nuk është flamuri vetëm Ismail Qemalit, është flamuri Mitrovicës, është këburja e Isa Boletinit, Isa ishte, që vinë edhe ngrenë. Nuk janë shqiptarët në si mindane, janë kanë da tjerë, në ndanë Turqit në 4 vilajete, në ndau vetë Bizanti, që ndau gjysmën e shqiptarëve nga Shkumbini e deri në Stamboll, se ka qenë gjithë territorë shqiptare ato ishin, edhe nga Shkumbini e deri sipër Dalmacis, në ndau Perëndaria Bizantine. Je kishte shqiptar ka pas edhe Perëndaria Bizantine, po shqiptar ka pas edhe Perëndaria Osmane. Nuk prish punë që ne bëhemi vasale dhe shërbejmë kryet put të tjereve. Neve në kanë da fuqit të tjera. Ishim në 4 vilajete, Kosova dhe Shqipëria nuk doli nga Turqia si që ishin shtetet e tjera, për arsye se Turqit marë maskare, ju që doni Turqina, që shumë që thoni në shpetoj, në formoj gjuhën, Turqit vetëm Shqipen nuk lejun që të shkruhej. Nuk kanë pas probleme Turqit që serbët a shkruhin gjuhën e tyre, bile që të kryonin, që të kryosin, nuk është kryu gjuha greke, kjo greqishti që flasim sot, thjesht kur u bo shteti grek, ajo greqishte, si thonë, e kishës, ka fillu që në Bizant, por Turqia nuk ishte problem që greqishte të shkruhej, po vetëm Shqipen, nuk ishte problem që bile dhe Macedonishte të shkruhej, e Serbishtja, e Bullgarishte të shkruhej që ishin gjithë, por vetëm Shqipen nuk e donin në të shkruhej, se Shqipja ishte kombi i madh që kishte gjithë këto shtetet e vogla ilire në vetvete. Neve na përçan në 4 vilajete, nuk e kanë përçan Serbin, nuk e përçan Bullgarinë në 4 vilajete, këto turqit që na bën neve që sishim një edhe kur ikim nga Turqia, edhe kur iku Turqia që neve dhe bosnjakët na kishte kthy në shumicën musliman, nuk na bashkoi para se tikte 4 vilajetet, na la prap të ndam, bon përpjekje shqiptarët vete. Nuk ka pas kom, ne kemi qenë gjithë bashkë dhe kur e bon pavarësin, kur e kemi ngrit flamurin, nuk e kanë ngrit shqiptarët e Shqipërisë, por e kanë ngrit bashkërisht nga Mitrovica, e Isa Boletinit, e nga Vlora Ismail Qemalit, ka qenë bashkë, pra ishim një kom, ishim një vlesër e motra, nuk ka kom kosovar, nuk ka kom mëzëqar, nuk ka kom Dibron, nuk ka komp Kelmendian, nuk ka komp Qam, ne jemi shqiptar, edhe formimi i kombit kosovar është dashakeq, është me qëllim, është i poshtër që të shërbej serbëve, të shërbej Serbis, të tregoj që s'ka shqiptar, që shqiptarët e Kosovës nuk janë shqiptar, janë një komp kosovar, dhe Kosova si komp formohet kur formohet shteti, sa i bjen 10-15 vjet, se pas ka kombëtaren e vet, besliqe, me ho. Edhe një herë, nuk është se s'kemi informacione për pelazgët, nuk është se s'kemi shkencëtar që janë gjendje të studiojnë, por kemi serb të installuar edhe në Akademinë e Shkencave Shqiptare në Tiranë,
Edhe në Akademinë e Shkencëtarëve, gjoje që kanë bënë Kosovë, se si mund të kesh edhe në Kosovë, në gjithë botën shqiptare duhet kemi një akademi shkencësh, duke fillu që nga Arbreshët, edhe Arvanitës po morën pjesë, e gjithë shqiptarët e Ballkanit, edhe ata në Sanxhak që ekzistojnë, duhet kemi një e akademi shqiptare të kombit shqiptar, ose Ilire, ose Pellazge, quajeni si dush, por duhet kemi një edhe të shërbem kombit, edhe jo këpurdha që shërben serbëve edhe grekëve shumë më shumë se sa edhe vetë serbët edhe grekët. Edhe njëherë, këto maskaret, këto dhemje, kjo zgjidhja e inteligjencës shqiptare si në Kosovë edhe si në Shqipëri, ka një agjendë saktume. Agjenda tyre është fushësin përçarjen midis shqiptarëve sot për sot të Shqipërisë edhe shqiptarëve të Kosovës, të ja heqin shqiptarëve ndërgjegjen edhe vedijen që vin nga Ilirët edhe vin nga kombi, duke shpla edhe mos i tërgu më fëmijëve në për shkolla historinë e tyre të vërtet, duke tërgu falsitete ose kalimthi, edhe të krijon përçarjen e kombit, edhe jo, këto s'knaqen as me kaq. Këto që po ndodhin në qeverinë e re, që s'është formuar akoma në Kosovë, është e qëllimshme. Këta ato të përpiqen të bëjnë tash edhe me Shqipërinë, me zgjedhjet që do vinë. Kërkojnë me çdo kusht armiqtë tanë të dobësojnë sa mundën Edi Ramën, edhe të forcojnë sa mundën Sali Berishën, armiqtë tanë, me qëllim që të krijohet një baraspesh, që të krijojë një gjullërdi tjetër, që mos formohet qeveria ose të çojnë kaos në rrëmuj, edhe në Shqipëri si që bëjnë Kosovë. Janë të parapërgatitur me këtë, mi tregu botës që këta janë gjendje të bëjnë një shtet, siç nuk kanë qenë asnjëherë edhe do të rumë që edhe kur formuam si shtet, që së nda me serbëve këtë tokë, mes grekëve, mes italianëve, u dëzërum të sjellim qasollën këtë prins vitin, edhe prapë dhe prins vitin e vranë, edhe ju donë të fusin Evropë këta, edhe në parqesin eve si turq, se bile dalin edhe shkencëtar të Akademisë së Shkencave, edhe thonë që ne jemi aq të ri sa që mund të kemi ardhur pak para turqëve, pra në kohën me serbët, kështu që ne jemi bile autoktone, mund të jemi shumica, jeni çfarë që ne kanë pru turqit aty, u hapet goja grekëve të thonë që shqiptarët s'kan lidhje me arbanitës e tonat e në turq. Edhe herë është një mision dhe një agjendë shumë e fshehtë, që është jashtëzakonisht e vështirë për ne, për të paktën njerëzit me zemër të pastër dhe me mendim të kthjellët nuk duan të binë pre e kësaj dhe duhet të ngrenë zërin kundër dy akademive serbe dhe greke që kemi në Tiranë edhe në Prishtinë. Duhet të ngrihet populli i madh e vogël kundër çdo lloj përçarësi që përçan shqiptarët mes vetes, sidomos mes dy shteteve Kosovë, Shqipëri. Duhet i kundërvijen me forcë, bile unë duhet të them edhe shprehjen t'ju aqinonën, si atë në Kosovë, si dhe në Shqipëri atyre që thonë që ka komp kosovar. Ata nuk duan Kosovën, ata duan Serbinë. Duke thonë që ka kosovarë, ata duan t'ja presin rronjët Kosovës me shqiptarët, me derdanët, me ilirët, me pellazgët, edhe kur i pret rronjën e thalet pastaj, edhe të bjerë prapa ajo toka jonë në prejën e serbëve, mos bini prej këtyre, kur dalin në televizor, edhe dalin rrugët qiuan i nonën këtyre njerëzve që thonë që kom kosovarë, se kemi komptare, shqiptarët janë armiqtë tonë, se na vodhën talentet tonë kudo që t'jenë. Në Përshev apo në Malishev duhet zgjedhin përpara kombëtaren e Shqipërisë, se nuk është e Shqipërisë, por është e gjithë shqiptarëve. Për shembull Zhegrova nuk duhet hikte, po mirë ka hikë se unë nuk, se janë armiqë edhe këta maskrejt si duka, por ne nuk duhet t'i faqësojmë djemë të tanë që ose luzin për flamurin kuqëzi që është flamuri i gjithë shqiptarëve, është i Maleshevës, është i Sap Boletinit, nuk është i Dukës, nuk është i Sami Gjokës, nuk është i Edi Ramës, është edhe i Agim Dorocit nga që quhet Mitrovica, edhe
i Sejdës, Sejdi Krasniqit nga Prishtina, Lipjanët, shka quhen, pra është i të gjithve. Flamuri Kuqëzi është i çdo shqiptari në Kosovë, i çdo shqiptari në kudo që është në botë, edhe kombi është i joni gjithë. S'kemi në komb kosovar, s'kemi në komb mesëqar, s'kemi në komb çam, vëllezër motra, por ne kemi zgjebe, ne kemi virusin me në gjaku ton, që është virus sërb, që është virus grek, që do në eliminimin, që do të nëndaj, që do të në përçaj, edhe do t'i presë aronjët Kosovë duke bo Kosovën, që Kosova është kambi formun kur u formu shteti, kur e lijut lozi futbol, që janë të ignorancët poshtë. Ngriu një kundër këtyre, Sami Gjoka ju përshtet.